Çfarë ka pas Bajramit të Kurbanit? Shkoi dita e Arafatit. Shkoi dita e Bajramit të Kurbanit. Çfarë ka pas këtyre stinëve të bekative dhe mirësive? A duhet vazhduar rrugën drejt majave të ibadeteve, drejt sukseseve të reja në fe, drejt pastrimit shpirtëror, apo duhet kthyer traditës së vjetër të mëkateve? Natyrisht që besimtari, pas një hezitim apo më dyshje, do të përgjigjej për të parën. Megjithatë, zbehja e angazhimit të tij, dobësia e personalitetit islam të tij dhe shpreha e traditës së vjetër në praktik dëshmojnë se zemrës së tij duhet një shtytje, i duhet një përforcim për ta mbajtur atë aktive, të fortë dhe dirigjuese edhe gjatë muajve të tjerë. Të nderuar musliman, nëpërmjet pak fjalëve synojmë kthjellimin e shpirtrave dhe mendjeve tona nga agonia e mëkateve dhe ignorancës, se feja nuk është sezonale. Nuk ekziston as më e thjeshtë arsye për t'i bërë mëkat Allahut të madhëruar, nga që ne jemi ende në një muaj të shenjtë, madje pas tij na pret muaj tjetër i shenjtë, muaj Muharrem. Dalja nga një stin ibadetesh nuk nënkupton zhveshjen prej ibadeteve, por vazhdimin e tyre në një formë tjetër. Një dietar musliman ka thënë: nuk është çlodhje braktisja e librit, por ndërrimi i tij me një libër tjetër. Pra, nuk është mençuri ikja nga ibadetet, por ndërrimi i tyre. Nuk kërkohet shumë punë, por kërkohet përhershmëri në to. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: veprat më të dashura tek Allahu janë ato që janë në vazhdimsi e sipër, edhe nëse janë pak. Vëllezër të dashur, thot Allahu i plotfuqishëm. Pastaj zdirgjuni, andej ka zdirgjen njerëzit. Kërkoni Allahut falje, se Allahu fal e është mëshirues. Surja El-Bekare 199. Jo vetëm ibadetet, por edhe jeta e njeriut duhet përfundoj me kërkim falje të mëkateve. Pas përhapjes së islamit dhe kohës kur vdekjen e kishte pranë, Allahu i madhëruar i shpalli Muhamedit alayhis salam: ti, pra, lartësoje Zotin tënd, duke falënderuar dhe kërkon nga ai falje. Ai vërtet pranon shumë pendimin, është mëshirues i madh. Surja Nasr 3. Për këtë, porosia fetare për besimtarët është që gjithmonë jeta dhe ibadetet e tyre të jenë në ombrellën e shpresës dhe frikës, shpresës se veprat e mira do të pranohen dhe frikës se ato, nga shkaqe që ne mund të mos i dimë, ndoshta nuk pranohen. Xhamatlinë të respektuar, le t'i kushtojmë rëndësi të madhe ruajtjes së besimit nga bestytnit dhe idetë dhe veprat që mund ta shkulin atë nga zemrat tona. Le të kuptojmë se nuk është me rëndësi vetëm të besojmë, por të vdesim me besim. Nuk është me rëndësi vetëm të falim namaz, por të na pranohet namazi. Nuk është me rëndësi vetëm të agjerojmë në Ramazan, por të vazhdojmë traditën e agjerimit, qoftë me nga 2 ditë në javë a 3 ditë në muaj. Nuk është me rëndësi vetëm të punojmë vepra të mira, por me rëndësi është që Allahu i madhëruar të na marrë shpirtin duke qenë ne në vepra të mira, nga që pejgamberi alayhis salam ka thënë: çdo njeri ringjallet në veprën në të cilën ka vdekur. O Allah, na vdis në namaz dhe na ringjall duke qenë në sejdë për ty. Na vdis me agjerim dhe na ringjall në atë gjendje dhe na fut në xhennet nëpërmjet derës Rejan. Na vdis si besimtar, me jetën e të cilëve ti do të ndahesh i kënaqur. Amin.